Konstruksioni i rrugës dytësore kombëtare Mbrëstar-Kolonj, i realizuar një vit më parë, pak ditë para nisjes së fushatës zgjedhore, po vlerësohet nga banorët si një investim me ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik të zonës dhe në përmirësimin e lëvizjes. Banorët shprehen për televizionin Apollon se ky segment rrugor, lidhjes së fshatrash me njëri tjetrin, lehtëson fermerëve aksesin drejt tokave bujqësore, si dhe e bën më të vizitueshme zonën turistike të Manastirit të Ardenicës dhe kishat e shumta të kësaj treve për turistët vendas dhe të huaj. Rrugë është e rëndësishme, na lidh me tokat, me qytetin, jemi më të lirshëm për të udhëtuar qatë centër. I themi një faleminderit, mundohuni të na ndihmoni që atë arsin se keni lënë për faqe të zez. Kaq, faleminderit. Mesazh për qeverinë? Fermerin e keni lënë për faqe të zez. Kaq, jo faleminderit për tjera, pa për këtu turp të keni. Kjo rrugë lidh fshatrat nga Mbrëstaj deri Kolonj dhe me Manastirin. Është bërë vitet e fundit, këto vit një para zgjedhjeve dhe me standardet që ka. E kryen funksionin pozitiv për të afruar me toka dhe për të nxjerrë prodhime në treg, apo ato në zonën që jemi këtu na ndihmon shumë. Megjithse e konsiderojnë të rëndësishëm këtë investim në infrastrukturë, banorët theksojnë se zhvillimi i zonës nuk mund të mbështetet vetëm tek rrugët. Ata i bëjnë thirrje qeverisë që të rrisë vëmendje ndaj fermerëve dhe sektorit të bujqësisë, duke theksuar se ai vazhdon të përballet me vështirësi dhe ka nevojë për më shumë mbështetje financiare dhe politika nxitëse. Sipas banorëve, investimet në infrastrukturë janë të mirëpritura dhe japin ndikim pozitiv në jetën e komunitetit. Megjithatë, ata kërkojnë që këto investime të shoqërohen edhe me mbështetje konkrete për bujqësinë, në mënyrë që zhvillimi ekonomik i zonës të jetë i qëndrueshëm dhe fermerët të kenë më shumë mundësi për të punuar dhe për të jetuar në vendin e tyre.